Pasi mungesë të gjatë në tregun shqiptar të librit, rikthehet për lexuesin nga shtëpia botuese Dora Distria, pikërisht në prag të panajirit të librit në Tiranë, vepra studimore e studiuesit zviserian Oliver Schmidt, Skënderbeu, një ero arbëror i Evropës. Botuar për herë të parë në Shqip disa vite më parë, libri ishte ezauruar nga librarit dhe mungonte prej kohësh për lexuesin shqiptar, ndonë se ngelet një referencë serioze për të gjithë studiuesit e mesjetës dhe për ata që duan t'i qasen herojt ton kombëtar jashtë stilit të mitikes, por duke u përqendruar vetëm tek të dhënat historike. Në këtë biografi monumentale, Schmidt e vendos Skënderbeu në kontekstin e ndërlikuar të shekullit të 15, një Evropë që përballet me perandorin osmane, ku politika, feja dhe personalia ndërthureshin. Ai afrohet figurës së kastriotit jo si mit, por si njeri i kohës së tij, strateg i aftë, diplomat i kujdesshëm, por edhe prijës që manovronte mes fuqive të mëdha për të mbijetuar. Nga kritika europiane, vepra është vlerësuar për seriozitetin e kërkimit, përdorimin e gjerë të burimeve arkivore dhe për stilin narrativ që e bën leximin e saj tërheqës edhe për publikun e gjerë. Po aq e rëndësishëm është edhe diskutimi që ky libër ka hapur në Shqipëri, duke bërë që figura e Skënderbeut të shihet jo vetëm si simbol kombëtar, por si pjesë e historisë së përbashkët europiane. Në këtë kontekst, autori nuk e zbe figurën e Skënderbeut, por e bën atë më interesant, e bën atë më njerëzor, më të kuptueshëm dhe e vendos atë në kontekstin historik të kohës për ta bërë atë edhe më shumë të besueshëm. Me këtë ribotim, Skënderbeu i Schmidt rikthehet jo vetëm për të qenë pjesë e debatit mbi të shkuarën dhe historinë, por mbi të gjitha si një ftesë për ta kuptuar sa më drejt dhe sa më saktë Shqipërinë e shekullit të 15 dhe raportet dhe marrëdhëniet e saj me Evropën e kohës.